ka shumë probleme familja jonë sot, edhe të formateve dhe dimensioneve tjera? Kemi shumë. Dëgjoj, nuk do ishte bota interesante të ishim pa probleme. Po thjesht mendoj që ne i ndrydhim emocionet, ndjenjat, nevojat tona, gjë që sjellin probleme, apo keqkuptimin, apo debatet. Pse po ndodh kjo? Sepse nuk po mendoj më gjerë, nuk po mendoj më hapur. Është kriju një ego personale, të arri vetëm atë që e dua unë, pa menduar korrekt. Pra po e them, mbasi kjo liria e shprehur, e tepruar, thjesht pak në ka bë vetjak, egoist, në disa, nuk po i përgjithsoj, ato që janë aktuale tani. Kemi nevojë problematika të ndryshme, asistenca, një familje që jeton me një asistencë sociale, ka nevojë për mbështetje. Ajo familja që jeton në pallate ka probleme brenda vetës. Çiftet mes vete, qofshin në bashkëjetesë, qofshin të martuar, divorcet janë çdo ditë më të shprehura. Kemi raste kur për një imësirë që ndoshta unë nuk do guxoj ata ta mendosh prishjen e familjes. Unë e shoh aq lehtë i thon njëri tjetrit më nuk njihemi, vendosëm të ndahem. Martesa është marrëdhënie, duhet të marrësh dhe të japësh. Nëse e mendojmë këtë pjesë. Vrasjet janë çdo ditë në rritje, dhunimet, abuzimet e formave të ndryshme. Në tërësi të shoqërisë tonë ne nuk po japim atë sa kemi nevojë, sepse këtu bëj pjesë edhe unë, bëni pjesë edhe ju në këtë problematika. Gjë që me një formë po zgjerohemi, luksi, ndryshimi i stilit të jetës, po ndryshon gjithçka për të mirë, po ne nuk jemi të përmbushur. Ne nuk e dim çka po kërkojmë në të shumtën e rasteve. Nuk e dim në kërkim të kujt jemi që ne të ndjehemi të lumtur. Po lumturia është brenda nesh. Ne jemi të rrethuar me lumturi, po pavarësisht se ne si i shohim gjërat, për të përmbush vetën fillimisht. Edhe kjo reflekton fillimisht te vetja për të dhënë, nëse ti je përmbushur, qysh në mëngjes, nëse ti e mendon, je falendëruese ndaj Zotit që të dha dhe një mundësi të një dite mbase, gjë që edhe atë ditë se dia e kemi të sigurt, po thjesht një gotë ujë që pim, një lindje dielli, ne të përmbushemi me këto, që jemi të rrethuar, që nuk kërkojmë kosto, atëherë edhe ne do jemi që të sigurt që ne do reflektojmë gjërat e mira të individit që e përshëndesim me një buzëqeshje, që do japim një përqafim, përqafimi nuk ka kosto. Ajo është dhurata më e bukur që mund t'i japësh dikujt. Kështu që gjërat e thjeshta ne nuk po i vlerësojmë. Ne po shohim përtej një mali, përtej një kodre. Ndoshta jemi përqendruar shumë tek forma më shumë se sa tek përmbajtja, tek ajo se si dukemi se sa tek ajo se si ndihemi. Mos flasim, është një temë e gjerë. Ne më shumë fokusohemi te dukja fizike sepse te ajo e mbrëmshmja. Çka kemi ne? Mua më dhem shumë sepse nuk lëm të eksploroj me veten, duke i dhënë përparësi apo prioritet lakmisë. Ne kemi brenda vetes shumë gjëra që kanë vlerë, që nuk na jep dot as leku, as gjë tjetër, post ne vetes tonë.